Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky se Ukraina nuk do ta njohë Kosovën. Në një postim Rama argumenton se mbështetja ndaj Ukrainës nuk mund të kushtëzohet nga qëndrimet e saj politike dhe se liria nuk funksionon mbi parimin e shkëmbimit të favoreve. Liria nuk funksionon me kthim shpërblimi, të qëndrosh kundër një lufte agresioni dhe për një paqe të drejtë nuk është një faturë që e gris kur viktime një agresioni barbar të zhgënjen. Rama pranon se qëndrimi i Ukrainës për Kosovën është i gabuar, por thekson se kjo nuk duhet të ndryshojë mbështetjen e Shqipërisë për popullin ukrainas. Ukraina mund të jetë dhe po, është gabim për Kosovën, por e drejta e saj për të qenë e lirë mbetet e padiskutueshme. Kryeministri thotë se Shqipëria mund të mbajë njëkohësisht të dyja qëndrimet, mbështetjen për të drejtën e Kosovës dhe mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër agresionit rus. Sipas Ramës, qëndrimi në mbështetje të lirisë së Ukrainës është njëkohësisht mbështetje për Evropën dhe për parimet mbi të cilat ajo qëndron. Në reagimin e tij, kryeministri u është përgjigjur edhe kritikëve që kanë kërkuar ndryshimin e qëndrimit të Shqipërisë ndaj Ukrainës pas deklaratës së Zelenskit. Rama e përmbyll mesazhin e tij duke ritheksuar mbështetjen për Ukrainën dhe të drejtën e saj për të qenë e lirë.